Kreu i BDI-s Ali Ahmeti dhe ai i ASH-s Zjadin Sela në Prishtinë u takuan me kongresmenin Keith Self, kryetarin në Komisionit për Evropën në Kongresin Amerikan. Shkruajnë se me të kanë diskutuar për situatën politike në Maqedoninë e Veriut, të drejtat e shqiptarëve, përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, si dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese me parimin e badenterit. Diskutuan për zhvillimet politike në Maqedoninë e Veriut, për sfidat që lidhen me ruajtjen e karakterit multietnik të shtetit dhe për nevojën e respektimit të plotë të marrëveshjes së Ohrit, si garanci e paqes, stabilitetit dhe orientimit euroatlantik të vendit. Sela shkroi se në takim ka shprehur shqetësimin për cënimin e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut dhe theksoi nevojën për mekanizma si badenteri kundër majorizimit në gjykatën kushtetuese. Ndava shqetësimin për gjyqësinë që funksionon në bazë të emrit dhe mbiemrit që ke, dhe jo sipas veprës që ke bërë, duke sjellë në vëmendje rastin Alfa, 18 vite burg, pa faj të Agim Islamit dhe tashmë të ndjerit Rexhait Qerimit, dhe duke hequr paralele me lirimin nga burgu të dënuarve për terrorizëm me rastin e 27 prillit. Në takim diskutova dhe për goditjet e vazhdueshme nga ana e qeverisë dhe institucionet e tjera ndaj të drejtave të shqiptarëve që burojnë nga marrëveshja e Ohrit. Kongresmeni Amerikan Self në Prishtinë po ashtu u takua edhe me lëvizjen studentore, të cilat protestojnë me kërkesën që provimin e jurisprudencës në Maqedoni të mund ta japin edhe në gjuhën shqipe krahas maqedonishtes. Mevlana Demi nga kjo nismë shkroi se kanë paraqitur shqetësimet në lidhje me përpjekjet për cënimin e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të fituara me shumë sakrificë përgjatë këtyre 20 viteve përmes marrëveshjes së Ohrit. Theksuam qartë se studentët nuk do të pranojnë kthim prapa në çështjet që prekin barazinë, dinjitetin, të drejtat dhe identitetin ton kombëtar. Çdo përpjekje për të zhbërë frymën e bashkëjetesës dhe barazisë do të krijonte pasoja serioze për vendin dhe të ardhmen tonë të përbashkët euroatlantike. Paraprakisht, delegacioni i kongresistëve amerikan, Keith Self nga radhët e republikanëve dhe demokrati Suhas Subramanian vizituan luginën e Preshevës, ku theksua rëndësia e stabilitetit dhe prosperitetit në trajtimin e çështjeve mes shqiptarëve dhe serbëve.